Nderuar teleshikues, rikthehemi në studio, kam kënaqësinë të kem rektorin e Universitetit Polis, Besnik Alia, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Pas një angazhimi politik në fushat, angazhimi i cili vazhdoi si këshilltar bashkiak në Bashkinë e Tiranës, kam dëshirë të bëj një bisedë me ju në petkun e urbanistit dhe të arkitektit. Ju jeni diplomuar për arkitekturë dhe urbanistik. Specializuar urbanistik, planifikim urban. Planifikim urban. Dhe jeni rektor i universitetit, i cili në fakt i ka të gjitha këto, po do të vim ndoshta tek është profilizuar. Profilizuar. Më intereson të di, me që i umorë dhe me fushatën elektorale, kemi kryetarët e bashkive të reja, të cilët do të ulen në bashkitë e reja ditën kur do të marrin mandatin e tyre nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Çështja është që ata nuk do të kenë të gjitha kompetencat e tyre për t'u ushtruar me ndarjen e territoriale, si do të veprohet, si do të funksionojë. Faleminderit për pyetje shumë interesante, fakt. Domethënë e kishit përgatitur doktor Alimin nëse do të fitonte për çfarë priste? Ky është mandati i tretë për mua si këshilltar dhe më duhet të them që kërkoj mirëkuptimin tuaj dhe të publikut që emri im është përmendur në fakt edhe për kandidaturë edhe në vitin 2007 edhe këtë vit. Nuk ka qenë ambicia ime, por nuk kam qenë ndërkohë as pjesë e stafeve. Po. Dakor, po. Dhe kam menduar që të mund të kontribuoj ende në profesionin tim drejt për drejt. Nuk kam qenë personi tipik i... Po s'ju ngacmova për këtë? Jo, më duhet të ta sqaroj. Personi tipik në kuptimin pozicionit partijak, edhe pse unë kam zgjedhjet e mia, jam publike dhe nuk i fshihem kësaj gjë. Po roli im në rastin e Zotit Kosovë, për cilën më duhet të them kam një respekt të zakonshëm dhe mendoj që është një model i ri shumë i mirë që politika duhet të kthejë syt, absolutisht, sepse ka marrë rezultat shkëlqyer, pavarësisht rrethanave që ishin, ka qenë për të asistuar të në ngritjen e një projekti zhvillimi për Tiranën, që ne mendoj se e realizuam me sukses, dhe në rastin se ai do të vazhdonte kryetar bashkie, të vazhdonin të punonin për të gjë. Por edhe pse situata është kjo që është, unë personalisht, si që kam punuar dhe përpara, do të vazhdoj të kontribuoj për të influencuar sa më shumë atë agendën pozitive të zhvillimit të qytetit. Edhe reforma që është kryer territoriale, që ju ngritet me drejt, është një reformë e cila në fakt nga njëra anë është e domosdoshme. Pse është e domosdoshme? Sepse kanë kaluar 25 vjet në tranzicion, kemi kryer një proces urbanizimi, dhe nga një shoqëri rurale, më rurale në Evropë, kemi kaluar në një nga shoqëritë me urbanizim më radikal në Evropë, krahasuar me ritmet e rritjeve të shpejta të vendeve të Azisë, domethënë Amerikës Latine, sepse është një rast specifik Shqipëria, Kosova, mendoj. Nga ana tjetër kemi kryer një proces të thellë decentralizimi nga qendra drejt pushtetit lokal, nga viti 2000 ka ekzistuar një konsensus politik edhe me mbështetjen, si thua, dhe influencën e faktorëve ndërkombëtar. Dhe sot kemi ardhur në një situatë ku gjendemi përballë një krize globale, ekonomike, e cila impakton rajonin ton në mënyrë veçantë edhe vendin ton. Dhe si rrjedhoi e kësaj është logjike që të bëhen korrigjime strukturore, korrigjime në mënyrën se si qeveriset territori, burimet dhe qytetarët e vendi, për të rritur eficiencën ekonomike, për të rritur eficiencët sociale, në mënyrë që vendi dhe niveli ekonomik, vendi të ketë një nivel ekonomik i cili nuk vjen në rënje, por të paktën ruan stabilitet edhe në kohë të vështira. Të kullëndrisemi sa më mirë me paratë që kemi. Kjo është pjesa e parë, pikërisht pra, sepse kjo është çështje eficiencë për gjithë botën, nuk është vetëm për ne. Çështja është se si zbatohet kjo, se si realizohet kjo reformë, që është një reformë që implikon shumë aktorë, shumë faktorë, nuk është një reformë që i përket një, le të themi... Ju doni ta prek në aspektin politik apo është folur për të undap? Jo, nuk do të prekim shumë. Nga të menaxhimit territorit. Këtu do dalë, pikërisht, këtu do dalë. Pra, kjo është një reformë e cila nga njëra duhet, por nga ana tjetër nuk mendoj se është realizuar si duhet për arsye të mungesës kompromisit politik, për shkak të implikimit të interesave të agenda politike në hartimin e kësaj harte, pra nuk u qëndrua plotësisht të argumenta teknik për të rritur eficiencën ekonomike, gjë që bëri që sot kemi hartat cilat në disa raste bëjnë sens, po marr Durrësin, për mua Durrësi është një bashki e re e cila bën sens, për shkak të atij amfiteatrit natyror që ekziston, por Tirana nuk bën sens. Apo mund të marrim Shkodrën që nuk bën sens, edhe mund të marrim edhe vende të tjera në jug të Shqipërisë, në atë rajonin midis Fierit, Beratit e tjera, ku kemi bashki shumë të vogla artificiale të krijuara që nuk janë përsëri në shkallën e eficiencës ekonomike. Kjo është për sa i përket reformës. Tani sfida me cilat do përballen kryetarët e ri. E para, sfida më e madhe është planifikimi i territorit. Sepse pa pasur një planifikim territorit, do të thotë, jo pse jam unë urbanist tani, por çështja është pa pasur një vizion zhvillimi. Pa pasur një proces transparent të hartimit të
të këtij vizioni, jo thjesht për interesat dikujt, sepse është një temë e hapur dhe ditë e fundit, por për interesat që i shërbejnë, siç thash, eficiencës dhe qytetarëve dhe komunitetit, pa pasur një vizion për infrastrukturën, për shërbimet kryesore të vendit, të bashkisë, do të jetë e pamundur të bësh investime. Kjo është edhe ligjërisht tashmë e sanksionuar që duhet plani pa të kërkosh projekte dhe të operosh. Ndryshe, çdo projekt që do të bëhet, qoftë nga qeveria lokale, qoftë ajo qendrore, do të ketë gradën e informalitetit, pa pasur një vizion të tillë. Pra, bëhet urgjente që 61 kryetar dhe administrata të bashkive të reja urgjentisht të fillojnë hartimin e planeve strategjike, që është një dokument strategjik, por që krijon një panoramë përgjithshme se ku qëndron bashkia në raport me fqinjet dhe nivelin kombëtar, hartimin e planeve rregulluese, dhe pastaj planet e detajuara pjesore që quhen. Platformat elektorale t'i zyrtarizojnë në një farë mënyrë. Po, platformat janë dokumente politike, përkthehen në dokumenta teknik. Tani, ky është një proces që në rastin më të mirë kërkon 1 deri në 2 vjet. Dakor. Ndërkohë kryetarët nuk do të thonë që duhet të rrinë, të presin, të bëjmë vetëm plane dhe të rrinë, sepse njerëzit kanë halle. Pra kjo është një dilemë jashtëzakonisht e fortë, është sfida kryesore. E dyta, unë mendoj është që kryetarët duhet mendojnë për një administratë të re. Një administrat me mentalitet, me formim, e cila nuk është mos përpara që më ka çu partia ose miku, shoku, dhe unë marrë një rrok, po duhet një njerëz që t'i përgjigjet këtyre problemeve. Administrata reduktohet, është një nga lajmet e ditëve të fundit që ka 6.000 vende pune ndërpritën. Më pak, minus. Që do të thotë, pikërisht këtë po e thash me fjalë tjera, që do të thotë më pak njerëz do bëjnë një volum më të madh pune. Do të thënë, okay. Sepse puna rritet, më pak njerëz, po më shumë volum pune. Që do të thotë që ai individ që do bëj këtë punë, nuk do të thotë që do të jetë punë. Kjo është vendimmarrja e qeverisë, unë s'mund ta them, ata e kanë bërë llogarinë. Unë mendoj që logjika e një reforme territoriale ndër të tjera duhet na çonte dhe në eficientimin, gjimnastikën organizative të pushtetit lokal, që do të thotë që të ketë më pak administrat, por administrat më fleksibël, më të shpejtë dhe me shërbime, që do të thotë çdo individ duhet performojë. Por kjo duhet vinte si bazë një logjike të caktuar. Nëse kjo është një proces thjesht ndërimi politik, nuk do t'jap rezultat. Ne s'mund ta themi dot nëse ata 6.000 janë të saktë, duhet ishin 6.000, 5.000. Jo, nuk mund ta themi tani, por kjo është ton, ajo që duhet të them është, pa hyrë në diskutimin politik, duke ndëtur te diskutimi teknik, është që reduktimi edhe i numrit punonjësve bën domosdoshmëri që ata që mbeten duhet të jenë më eficient. Do të jenë më të kualifikuar, më të formuar, më të ripërshtatur në administratë. Edhe në formimet e tyre, sepse mund kesh një formim mjedis, por kërkohet një mjedis me impakt, ku diun, social. Kërkohet një formim në shkenca sociale, po duhet kuptosh projektet e zhvillimit urban dhe territorial. Pra, kjo do të thotë që administrata publike, që është në dorën e qeverisë qendrore zakonisht, duhet ka të programin e ngritjes kapaciteteve, duhet shoqërohet me një program kombëtar dhe një program në nivel pastaj lokal për ngritjen urgjente të kapaciteteve. Nuk ka kohë për... Do thotë me fjalë tjera, dhe më thënë se në politika kombëtare për çështjen e territorit, unë imagjinoj si gazetar atë çështën dhe publikisht, një ligj të ri për decentralizimin. Se kur bërë reforma territoriale, do ketë, s'do ketë, jo do ketë, s'do ketë të delë si nevojë që do ketë një ligj të ri për decentralizimin. Po, përveç kësaj... ligj për decentralizimin, fillimin e decentralizimit, jo sundimin. Dakor. Po, përveç kësaj, çfarë nuk kuptoni ju me politika për... Me politikë përveç kësaj që përmendet ju, skeletit ligjor që duhet reformuar, përmirësuar, është dokumenti i politikave kombëtare të zhvillimit territorit, ai që quhet plani kombëtar hapësinor. E gjithë kjo pastaj duhet, edhe ky është një proces partimi. Nuk ekziston. Nuk ekziston. Jo, fatkeqësisht jo. Në 25 vjet nuk kemi pasur. Universiteti që unë drejtoj, se s'duhet bëj tani reklamën këtu, por ka paraqitur një dokument që është produkt i një kërkimi shkencor disa vjeçar, bashkëpunim me institucione tjera dhe ndërkombëtare, është dorëzuar qeverisë, gjithë forcat politike në parlament, është një dokument më së rëndësishëm që së bashku me ligjin për decentralizimin, përmirësimet e duhura, thellimin sidomos decentralizimit fiskal. Së bashku me reformën e legjislacionit planifikimit territorit, sepse po shkojmë në shkallë tjetër tani, duhet shoqërohet me këtë dokument. Pse? Duke pasur këtë lloj vizioni panoramë kombëtare, çdo pushtet lokal do të bëjë ato rregullimet e planeve që unë përmenda në fillim të bisedës. Ky projekt që keni përgatitur ju në Universitetin Polisi është drejtuar, mos gaboj, kur ka qenë ministri Sokoldashi, ministrisë së tij. Jo, është bërë tani, është i freskët. Që atë kohë ka nisur puna kërkimit, por produkti është botim tani dhe është publikuar para 2-3 muajsh në media, është dorëzuar dhe qeverisë, është dorëzuar parlamentit. Dhe ky duhet miratohet nga qeveria si strategji, që qeveria ka disa strategji. Qeveria mund të bëjë planin e vet, mund të marrë në konsiderat të plan, mund të adoptojë, por mund të thotë që adoptoj këtë, është zgjedhja e tyre. Ju keni dhënë një ofertë ose një bazë nga qeveria mund ta nisi. Ekziston, qeveria mund të marrë edhe ekspert huaj, po do të humbje kohë
Natyrisht edhe ata vlerësohen me rolin e tyre, po kemi marrë pafund ekspertizë. Është koha për të vepruar dhe plani, vizioni, dokumenti i përgjithshëm është Ministria përkatëse e Zhvillimit Urban e ka këtë prioritet, së bashku me disa ministri tjera, pa ajo koordinon, është agjencia që merret me planifikimin e territorit atje. Pra ky dokument po kalojnë 2 vjet do të ishte përfunduar për mendimin tim. Jemi shumë vonë sepse reforma që u bë e territorit, së bashku me këtë rikonceptim të, le të themi, riagjustim të decentralizimit të funksioneve të saj, do na çonte që të ishin përgatitur sot. Ne nuk e kemi këtë gjë. Kush e përgatit këtë? Të e përgatit Ministria, unë e përmenda, e Zhvillimit të Territorit dhe Qeveria. Agjencitë e saj. Çfarë specialistësh duhet ta bëjnë këtë çfarë? Këtu duhet jenë planifikus urban, duhet jenë ekspert mjedisit. Si funksionon qeveria i drejtohet ekspertëve akademikëve për të Qeveria krijon një task force. Dakor. Pranë agjencisë vet. Akademike në Shqipëri sot ta tilla që të mund nuk ka kapacitetet qeveria që ta bëjë vetë sepse ky është një dokument gjithëpërfshirës. Pra, duhet përfshihen disa institucione të ministrisë, të ministrive të ndryshme, pra të qeverisë, duhet përfshihen institucionet kërkimore, universitare, siç është rasti i institucionit që drejtoj, po ka dhe tjerë. Është Universiteti Politeknik, është Universiteti Epoka, apo tjerë, por ne kemi një profilizim dhe kemi një produkt që është bërë gati. Pra duhen thirrur NGO të caktuara, ko plani që kemi ne që është pjesë e konceptit të universitetit tonë, por dhe shumë NGO tjera midisore apo territoriale që funksionojnë në vend. Apo ekspert të fushës së dizajnit urban, të dizajnit peizazhistik, por në shkallë të madhe, të infrastrukturave, të çështjeve të zhvillimit ekonomik, sepse do përcaktohen korridoret kryesore infrastrukturore, zonat e zhvillimit ekonomik, portat kryesore ku do të hyhet në vende do dilet, aeroportet, portet, zonat e zhvillimit prioritar ekonomik, zonat turistike, e të gjitha. Pra, bujësia ku do zhvillohet, sepse nuk flasim vetëm për zonat të natyrës, le të themi, urbane tashmë, me këtë reformë flasim për gjithë territorin. Një balancë më të mirë të zhvillimit urban dhe rural, sepse kolapsoi logjika e urbanizimit radikal, kolapsoi logjika e bazimit e zhvillimi vetëm i pallateve, i banesave, i pasurive patundshme, dhe në këtë moment duhet flasim për balancë të re rural dhe urbane. Mua më vjen të buzëqesh kur ju dëgjoj, dhe për vetëm në arsye sepse kam këtu programet akademike të Universitetit që drejton Universiteti Polis, është ky, dhe interesante është ju keni për shembull një master profesional në dizajn urban dhe peizazhi. Ju keni master profesional në arkitektur parametrike, dizajn estetik strukturor, master profesional dhe ky. Pastaj planifikim hapësinor, master profesional në GIS, çfarë është GIS-i? Është GIS që i thonë ata, sistemi integruar informacionit gjeografik. Po, okej, master profesional në qeverisja moderne bazohet e këto. Dakor, në çështje sociale urbane dhe burime njerëzore, master profesional në strehim dhe zhvillim toke, master social në menaxhim mjedisor urban, në studime mjedisore, planifikim dhe menaxhim urban. Po. U të kërkoj të falenderoj që ke për këtë kërkim në website-in tonë, por... Duke parë profilin tuaj, pastaj pash që ju keni pasur përveç diplomimit në Universitetin Politeknik për Arkitekturë, dhe pastaj jeni profilizuar edhe në fushat të tjera, që derivojnë, po. Në Holland për çështjet mjedisit, dhe pastaj keni aplikuar këtë në Universitetin Polis, kështu që ju jeni kështu gati, po t'ju thrasi qeveria ngrini dorën, pavarësisht nuk keni komplekse të tipit. Sot kryeministri Besnik Eja dhe juve i thoni unë s'mund vise. Edhe unë falenderoj për ftesën studi dhe për problemet që po diskutojnë. Jo, se po i trajtoj dhe me pak humor. Jo, shumë mirë. Atë nuk e marr shkas nga që... Unë personalisht në jetën time kam treguar që ditë ndaj çështjet e mia personale, çështjet e pozicionimit, preferencave, qoftë edhe politike, ju e dini angazhimin tim qytetar dhe politik, që është e balancuar, por edhe për te i kësaj, unë nuk kam pas kompleks, unë jam i ftuar nga kjo qeveri për reformën e arsimit. Nuk jam unë autori kryesor, por kam dhënë kontributet e mia, mendimet e mia, që janë një pjesë janë përshtatur, kam qenë kritik në disa gjëra tjera, nuk kam qenë dakord sa gjëra tjera, por fakti është që jam ftuar dhe ftesën unë e respektoj. Edhe pse, edhe qoftë edhe nga kundërshtari politik, sepse këtu është një çështje që flitet për zhvillimin e vendit. Parantez, hapim një klap, mbyllim edhe një klap. Ju keni qenë dhe është vërtet tek ai bordi profesorëve që bën 2 raporte, pra raportin e parë dhe raportin e dytë. Meqë sot kishim dhe informacionin lajmin që 200 pedagog kanë firmosur nëpërmjet forumit për liri akademike, kanë depozituar në Komisionin Parlamentar të Edukimit dhe të Medias vërtetët e tyre. Çfarë mendimi keni për projektligjin? Kjo është njësoj si rasti i reformës territorit. Se ju dhatë mendimin tuaj, do të thënë e dhanë akademikët. Po, do ta japte, po. Dhe pastaj kjo konkretizuar një projektligj nga ana e qeverisë. Pati debate dhe diskutime, dhe unë kam pasur dhe diskutime këtu projektligj që nuk u përkthyen mendimet tuaja në projektligj në mënyrë besnike. Tani unë dua mendimin tuaj se ju keni qenë atje. Do të them shumë transparent të pikë. Dua të them këtë gjë që spari
Kryeministri, kjo qeveri, vendosi të ngrej një ekip. Ky është një akt për të përgëzuar. Pra, vendosin që të ngrej një ekip teknicienësh. Dakor. Teknicienët uftuan, më duhet të them në rastin tim, po e banalizoj, qoftë të majtë, qoftë të djathtë, qoftë neutral, njerëz të cilët kishin dhënë një kontribut. Unë personalisht kam punuar 16 vjet në shkollën publike, Universitetin Politeknik, dhe e respektoj të periudhë dhe kolegët e mi atje, kam mësuar, kam filluar, kam qenë student, kam qenë asistent pedagog, derisa kam kaluar shef departamenti, pra kam kryer një përvojë të jashtëzakonshme atje. Kam marrë titujt më vonë të mi akademik atje dhe është një përvojë që s'mund ta mohojtë. Më vonë kam punuar 10 vjet në një universitet si Universiteti Polis, që është një shkollë alternative në këtë rast. Kjo është një përvojë që nuk mund të mohohet. Jam ftuar dhe kam dhënë kontributin tim. Tani, në fazën e parë, procesi ka qenë hartimi i dokumentit strategjik. Ky dokument strategjik është bërë me proces gjithëpërfshirës dhe konsulta universitet më universitet. Ka qenë një proces jashtëzakonisht i vështirë, më duhet të them të. Para gjykys, për shkak problemeve të akumuluara në 2-3 dekada, le të themi edhe më shumë, që gjatë komunizmit. Jemi përballur me dinjitet dhe në fund është bërë një dokument i cili natyrisht nuk mund të mbështetet nga 100% e njerëzve, por u mundua të marri mendimet e tjerëve. Dhe natyrisht ky dokument përveç ideve tona pasqyron edhe si thua mendimin dominus të komisionit, si dhe influencën politike të kësaj qeverie në kuptimin e ideologjik. Unë mund kem diferenca dhe i kam bërë të qarta, në fund kemi rënë dakord që do arrim në një dokument i cili ndoshta s'ka konsensusin e të gjithëve, por në total ka mirë kuptimin që është një dokument i pranueshëm. Dhe unë mendoj që faza e parë, me gjithë vështirësitë ka kryer ato, si thua, e ka kryer misionin e vet. Është një dokument, edhe pse i diskutuar, i kritikuar, procesi është pranuar dhe dokumenti deri diku është pranuar nga tjerët. Faza e dytë ka qenë hartimi i ligjit, ku unë personalisht kam qenë ides që nuk duhet ta bëj ky ekip ligjin. Por, pati një zhvillim tillë që administrata e ministrisë, brenda kushteve të saj, me mënyrën si ata e mendonin, përgatitën një ligj të cilën neve, përfshi dhe mua, menduam që nuk i përgjigjesh tërësisht, pikërisht, dokumentit politik që u hartua me një proces gjithëpërfshirës. Natyrisht kishte edhe kundërshtira, thash. Kështu që ne kritikuam, ngritëm zërin, dhe në fund uftuam që t'jepim mendimin ton për ligjin. U dha mendimi. Unë personalisht kam qenë në këtë fazë më i tërhequr, por kjo nuk më ka bërë, domethënë nga ana tjetër që t'i shmangesha, kam dhënë mendimin tim, kam bërë kritikat e mia, këtu ka pas më shumë debate, sepse në fundit ai dokumenti i politikës materializohet konkretisht në nene. Tani ju dhe këtë fazë ka kaluar ligji tash në një sër diskutimesh, në ministri, në grupe, komisione parlamentare, ka pas kundërshtira, ajo që debati më i madh që bëhet është kjo. Ligji dhe reforma presupozon që të ketë një lloj shtrëngimi, masa shtrënguese në kuptimin e cilësisë të standardeve të performancës, dhe më duhet të them që këto masa deri diku duheshin, sepse kishte edhe abuzim, jemi të ndërgjegjshëm, si në publik dhe në privat, por nga ana tjetër kërkon që të hedhë dhe disa masa reformuese për të cilat ka një ndarje të opinioneve ndryshme. Një pjesë të institucioneve publike janë shprehur kundra kësaj, sepse kanë shqetësimin kryesor që unë kuptoj është që financimi publik mos shkojë te privatët. Unë personalisht kam qenë që në fillim kundër dhe antarët e shkollave publike në komision e din pozicionin tim, që kam thënë që në këto kushte të Shqipërisë nuk do të pretendojnë shkollat private financim nga publiku dhe nga shteti. Këto para duhet shkojnë në publik, por sektori privat në bazë të performancës dhe meritës duhet i lihet hapësira e vet performoj, që të mos shikohet si armik, po të jetë komplementar me publikun, dhe nga ana tjetër dhe publiku duhet fillojë të bëjë një transparencë më të mirë të financave që merr nga publiku, sepse nuk janë të shtetit parat, po janë dhe të tua dhe të mijat, miku im, dhe të studentëve në shkollat private dhe në shkollat publike. Pra, si drejtues i një universiteti privat, ju jeni më i nuancuar në Jo, unë nuk jam i nuancuar. Unë sinqerisht po e them, unë kam punuar dhe në publik dhe privat, dhe natyrisht që kam intereset e mia duke qenë në shkollë private. Por, unë kam dëshmuar dhe shumë kolegë të mirë e din, që institucioni që drejtoj, nuk i ka bërë bisht masave shtrënguese, verifikuese, i ka përballuar me dinjitet dhe unë nuk kam pse fshihem nga as unë as institucioni që drejtoj. Unë mendoj që reforma duhet kryer njësoj për të dyja palët. Marrë në konsiderat dhe specifikat që ka çdo sektor, publik dhe privat, por ne nuk duhet i ndajmë më në këtë gjë, vetëm forma e financimit ndryshon. Por nga ana tjetër jam i hapur që meratjet që ekzistojnë në sektorin publik të merren konsiderat ato që qëndrojnë, sepse mendoj që mund të ketë shqetësime të cilat për arsye të caktuara nuk janë marrë konsiderat, por nga ana tjetër nuk do të jemi as peng i njerëzve të cilët kanë krijuar status quo.
Këtë duhet ta themi. Ne e dimi ku im që në universitetet shqiptare, qoftë publike private, mund të ketë arritje, njësi, mund të ketë edhe shkolla që mund të kenë deri diku një standard e cilësi, po ka edhe shumë probleme të mëdha. Mirë, një pyetje lidhe me Universitetin Polis, ju ku e klasifikoni veten, ku e shihni? Unë rendita mbyllim parantezën për ligjin për arsimin e lartë dhe dalim tek arsimi i lartë, pra tek shkolla që ju drejtoni, e cila universiteti që ju drejtoni, i cili për ta lidhur me bisedën që patëm për falenderoj sepse reforma fillon nga vetja, e pranoj pyetje. Tani, ajo që duhet të them është kjo, që unë nuk do të bënte sens që unë të thosha që ne jemi më të mirët, jemi kështu, nuk kam ardhur për këtë punë këtu. Ajo që duhet të them është kjo, unë e thash dhe përpara, nuk jemi shmangur edhe me qeverinë e kaluar, që dha mundësinë sektorit privat për i të vërtetës të performoj, në një situatë ku nuk ishte konkurrencë, dhe është një meritë asaj qeverie, e cila krijoi këtë konkurrencë. Natyrisht, pati edhe deformime, të cilat duhet ishin atakuar më mirë, pati raste abuzime që u kapën flagrant dhe nuk u ndëshkuan ato raste, por u moran masa të përgjithësuese. Dhe duhet të them këtë gjë që në këtë situatë që jemi tani, po merren masa për të korrigjuar këto defekte. Por nuk duhet të kalojmë nga ana tjetër në masa super shtrënguese që i marrin frymën, qoftë shkolla publike, qoftë private. Kjo është një shqetësim që qëndron. Ne si shkollë jemi përpjekur që pavarësisht reformave që bëhen dhe ndryshime politike të qeverisë, të bëjmë një arsim i cili nuk referohet vetëm kushteve dhe logjikës shqiptare, por një shkollë i cila i përgjigjet standardit rënal evropian, një standard i cili është i verifikueshëm. Më duhet të them shkolla jonë është e verifikuar sot, ne shkojmë për një javë në Prag për të marrë certifikimin si thua akreditimit ndërkombëtar që shkollës soni është dhënë nga Unioni i Shkollave Evropiane. Universiteti Polis. Po, Universiteti Polis. Nuk dua që ta përdor të si mjet marketimi, po kjo është e vërtet. Më duhet të them që kemi disa programe që janë unikale që ti i përmend dhe më erdhi mirë që i ke kapur këtë gjë, që ekzistojnë vetëm në universitetin ton. Kur Apple i nxjerr iPhone-in e fundit dhe mediat ndërkombëtare japin lajm pa radhët e gjata, limiti midis reklamës dhe lajmit është shumë i hollë. Po pra, shumë mos e korrekt. Kështu që ky është lajm. Po t'ju bëj një pyetje për kuriozitet. Dikush që diplomohet për shembull për master profesional në çështje sociale urbane dhe burime njerëzore. Ku punon ky njeri? Ky punon në administratën publike, sidomos lokale, edhe qendrore mund punojë, për politika, po në administratën lokale në bashki, po. Ky merret me projektet e zhvillimit komunitar, merret me zgjidhjen e problemeve të komplikuara sociale që tek ne janë në mëshirë të fatit, edhe pse kemi disa administrata që supozojnë të merren me këtë punë, edhe pse ka raste pozitive, më duhet të them që politikat sociale dhe përshtatja me këtë urbanizim shumë të madh që kemi ne, apo braktisja në zona rurale, meritojnë një trajtim shumë të veçantë. Dhe më duhet të them që ky program është akredituar jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Holland, dhe është në bashkëpunim me Universitetin Erasmus në Holland, ne kemi partnerin ton, kemi edhe të tjerë të tillë, dhe një student që mbaron këtë program në Shqipëri, nëse ka rezultate të mira dhe i bind partnerin ton, shkon në Holland dhe plotëson maksimumi një semestër dhe merr një diplomë të dytë atje, dyfisht. Unë mora rastësisht master profesional në çështje sociale urbane dhe burime njerëzore që është e Fakultetit Planifikimit, Mjedisit dhe Menaxhimit Urban, po ju keni edhe Fakultetin e Arkitekturës, Dizajnit dhe Ndërtimit, ëh? Me që përmendet, ne kemi në Shqipëri aktualisht të vetmen program doktoratur me diplomë dyfisht. Ju bëj një pyetje. Midis Shqipërisë dhe Italisë. E njohur nga dy vendet. Pyetje. Me bumin e ndërtimit që me sa duket nuk është më bum, po ka filluar pra ndërtimet. Kam interes për arkitekt? Ose inxhinier ndërtimi? Ka rënë ai bumi i madh, unë përmenda krizën. Dhe sa ndërtues i adresohen arkitektëve? Po ka nevojë për arkitekt cilësor. Ka nevojë. Sepse më duhet të them, mbi prodhimi i arkitektëve gjithë këto vite, si nga shkolla publike dhe private në disa raste, ka krijuar jo domosdoshmërisht arkitekt që kuptojnë se çfarë po ndodh në territor, çfarë po ndodh me krizën globale, çfarë po ndodh me pasuritë e patundshme, çfarë po ndodh me çështjet energjetikës. Pra ka nevojë për një arkitekt të informimit tjetër dhe ka plot njerëz që këtë kuptojnë. Nuk është më ajo dëshira si punë e mjekut, juristit, arkitektit që turreshin gjithë me prap, sepse mendonin që ishte punë, por absolutisht ka. Por ka interes shumë të madh në planifikim urban. Ka interes në çështje të dizajnit aplikuar, sepse lidhet teknologjia me dizajnin edhe me sipërmarrjen private. Shohani një kuriozitet, kush e ka bërë godinën e polisit? Ishte produkt i stafit të universitetit, përfshirë mua dhe të tjerë. Domethënë jeni bashkë-arkitekt në atë godinë? Nuk e egzagjeroj, po them që është një produkt i bërë nga studentët dhe stafi bashkë. Sepse ne kemi njësit të cilët njerëzit punojnë brenda universitetit për të mos krijuar konkurrencë me universitetin. Godina e polis
institucionin në një farë mënyrë. Godina e polisit në nderuar teleshikues është ajo që është përpara se të mbërrish tek QTU-ja në autostradë në segmentin nga Tirana duke shkuar drejt Kasharit. Është një godinë kështu e çuditshme, por shumë e bukur, shumë e pastër. Unë do të ftoja që të vjet ta shikonin nga brenda, është interesante. E kam parë edhe nga brenda dhe nga jashtë. Atëherë një pyetje e fundit fare, me që do t'i uleni dhe juve së bashku me Erion Veliajn, si ai kryetar bashkie, ju këshilltar. Një gjë e fundit fare që ishte dhe që shumë veta thanë kryetari i Bashkisë Tiranës i ardhshëm ka thënë që nuk do ndërtojë te liçeni konkursi me 9 projekte. Sot lajmi ishte që asnjëri prej tyre qeveria rrezoi. Keni një, edhe me që jemi te planifikimi urban, keni një mendim ju për këtë? Tani, fundi për ta mbyllur. Për teksa që diskutuam, Erion Veliajn unë e njoh, kemi qenë në një sektor shoqëri civile bashkë, e respektoj në planin njerëzor, natyrisht në planin politik ne kemi zgjedhë dy rrugë ndryshme, që nuk do të thotë që do qëllojmë me kobure me njëri tjetrin. Por një gjë duhet të jetë i sigurt Erion Veliajn, që nga ana ime do të ketë oponencën më serioze dhe më dinjitoze, por njëkohësisht dhe më të rrept. Dhe mendoj që kjo lloj oponence kritike do t'i vlen rreth para tim, unë shpresoj ta mirëkuptoj këtë gjë, e ta mirëpresi. Unë do të jem jo vetëm një përfaqësues dhe një zëdhënës i Alim Kosovës, i gjithë atyre që besuan të oferta e tij dhe e Partisë Demokratike, por do të jem edhe një zëdhënës i qytetarëve dhe profesionistëve të pavarur, të cilët besojnë që ky qytet mund të jetë më mirë. Tani me që dolëm te kjo temë, ka disa zhvillime. Se Lulzim Basha u kritikua për pallatet e diga liçeni. Unë s'kam problem të kritikoj dhe Lulzim Bashën, absolutisht. Pyetje edhe fundit se milimet e kam pas qëndrime kritike për planin rregullues, sikurse kam mbështetur si proces, edhe ai më ka dëgjuar me vëmendje, më duhet ta them këtë gjë. Por në rastin në fjalë, organizimi i konkursit absolutisht është e drejtë e çdo institucioni publik të bëjë konkurse dhe të marrë ide. Unë mendoj e para, këto konkurse duhet të organizojë bashkia. Nuk kemi pse të nxitojmë të bëjmë këto lloj konkursesh në nivel kombëtar, kur mund të organizojë bashkia dhe kryetari i ri në momentin që të vinë karrikën e tij dhe në bashkëpunim me Këshillin Bashkiak të marrë një vendimmarrje serioze që respekton edhe qytetarët e Tiranës. Së dyti, e respektoj çdo të drejtë të qeverisë për ta zbukuruar të vend, për ta bërë më të mirë. I bashkohem çdo projekti të mirë. Unë nuk jam nga ata që e nxit çdo gjë. Ka projekte dhe nisma të mira, sikurse ka shumë gjëra që s'bie dakord. Por organizimi i hyrjes parkut, natyrisht parku i Tiranës meriton një trajtim më dinjitos, sepse që nga 91 deri më sot është ngrënë pjesë nga të gjitha qeveritë, nga të gjitha kryeministrat pa përjashtim. Më duhet ta them këtë. Edhe nuk do të bëj asnjë përjashtim. Është ngrënë që nga senatoriumi ka filluar historia dhe ka përfunduar sot me këtë lloj konkursi që organizua. Unë dëgjova që konkursi është ndërprer, vendimarrja është hyrë. Shpresoj ta shikoj këtë si një vendimarrje të arsyeshme, e cila nëse do ketë një fazë të dytë, nuk do të jetë sa për të kaluar lumin këtë radhë, por të jetë një vendimarrje serioze që respekton dhe decentralizimin, por nuk ofron një zgjidhje e cila është për të ndërtuar pallate, zyra, biznese në atë vend. Unë nuk jam kundër sipërmarrjes private, sepse vi nga ai sektor, absolutisht nuk do të keq kuptohet. Por në qendrën e Tiranës nuk ka më nevojë për projekte të tilla. Ne kemi nevojë për peizazh, për gjelbërim, risjelljen e natyrës. Projekte të cilat, edhe këtë nuk e them formalisht, projekte të cilat duhet të kthejnë dhe besimin e qytetarit tek pushteti lokal, që është humbur gradualisht nga i çik të gjithë rastet e qeverisjeve lokale. Nuk do dëshiroja që kjo qeverisje, pavarësisht se është ndryshe nga ajo që unë besoj në kuptimin e qeverisjes lokale, të bëjë të njëjtin gabim. Dhe do doja që kryetari i ri i bashkisë, edhe pse nuk është në mandat, të mos fshihet mbas faktit që nuk është ende i mandatuar, ai të mbajë qendrim publik për këtë rast, të jetë ai që të jetë negociatori për të stopuar çdo iniciativë që dëmton qytetin. Ne kemi nevojë për një hyrje dinjitoze në park, ku ka gjelbërim, ku ka vende shplodhje, por në asnjë mënyrë për asnjë metër katror më shumë ndërtim. Nëse duam të tilla, ja ku kemi bulevardin që u bllokua për arsye pa nevojshme, ja ku kemi një Tiranë të madhe, le të krijojmë ato qendrat e gravitetit të reja dhe të zhvillojmë një qytet i cili është normal. Tiranë policentrike, sikurse quani. Po pse jo? Me shumë qendra, me shumë qendra. Po sa më afër qytetarit. Dakor, mirë, Besnik Aliaj, faleminderit shumë që ishit këtu me ne, folët edhe pak fare politikisht, po më shumë si specialist i ndërtimit edhe i menaxhimit urban. Unë preferoj ta konsideroj veten që janë më shumë botën akademike dhe shoqërinë civile, le të themi, por nuk e mohoj që kam edhe një këmbë në politikë dhe mendoj që e kam të këmbë jo për të marrë favore, po e kam të këmbë sepse dua, është e vetmja rrugë që zëri interesave të grupeve të caktuara si joni të dëgjohet në politikë. Nderuar teleshikues, ishte rektori i Universitetit Polis, i specializuar ky universitet për arkitekturë, dizajn, ndërtim, ka një fakultet për këtë dhe fakulteti i planifikimit, mjedisit dhe menaxhimit urban, të gjitha çështje më aktuale se kur. Besnik Aliaj, faleminderit që ishit këtu me ne.